Gjermania po harton plane për të zgjeruar me shpejtësi rrjetin e saj të bunkerëve dhe strehimorëve kundër bombardimeve, njoftoi zyrtari më i lartë i qeverisë për mbrojtjen civile, duke paralajmëruar se vendi duhet përgatitet për një sulm nga Rusia brenda 4 viteve të ardhshme. Ralf Tisler, kreu i Zyres Federale të Mbrojtjes Civile dhe ndihmës ndaj fatkeqësive, tha se ekonomia më e madhe e Europës duhet të zgjohej me realitetin e konfliktit dhe se në gjendjen e saj aktuale Gjermania ishte e përgatitur në mënyrë jo adekuate, por një kohë të gjatë ekzistonte një besim i përhapur në Gjermani se lufta nuk ishte një skenar për të cilin duhet të përgatiteshim. Kjo ka ndryshuar, ne jemi të shqetësuar për rrezikun e një lufte të madhe agresionin në Europë, tha ai për gazetën gjermane Süddeutsche Zeitung. Tisler bëri thirrje për një përpjekje kombëtare për të identifikuar dhe kthyer tunelet, stacionet e metros, garazhet nëntoksore, parkingjet e makinave dhe bodrumet e ndërtesave publike në strehimore mbrojtëse për të krijuar me shpejtësi hapësirë për 1 milion njerëz. Ai tha se agjencia e tij do të paraqesë një plan gjithëpërfshirës më vonë këtë verë. Pushtimi i vazhdueshëm i Rusisë në Ukrainë ka shkaktuar frikë në vende të tjera, veçanërisht në shtetet balltike, por edhe në Poloni dhe Gjermani se Moska mund të hapë fronte të reja në Europë. Nga rreth 2000 bunker në Gjermani dhe dhomat e mbrojtjes të mbetura nga lufta e ftohtë, vetëm rreth 580 janë në gjendje pune dhe shumica ka nevojë për rinovim prej miliona eurosh. Ata do të strehonin rreth 480.000 njerëz, numër shumë i vogël në krahasim me popullsinë e Gjermanisë.